Hetimet për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmen Çollakut janë drejt fundit, pasi policia nuk ka arritur të sigurojë asnjë provë, ndërkohë që prokuroria e ka të pamundur vazhdimin e tyre. Dosja penale nuk ka prova të mjaftueshme, ndërkohë që ajo është rikthyer policisë për të tjera hetime mbi aktivitetin financiar të Çollakut. Mësohet se policia po heton dhe mbi transfertat e parave të kryera nga 33 vjeçari, i cili u rrëmbye mbrëmjen e 6 janarit në Durrës dhe u gjeti pa jetë një ditë më pas në fshatin Murqin të Fushkrujës. Edhe pse e mjaft e vështirë, hetuesit kanë marrë shkas nga jeta luksoze e Çollakut. Sipas policisë, brenda një viti 33 vjeçari kishte ndëruar 2 automjete, ndërkohë që sipas ekspertëve ai nuk justifikonte të ardhurat. Dyshimet e policisë vërtetohen më shumë kjo dhe pas blerjes së një skafi. Për ngjarjen u shoqëruan mbi 75 persona, ndërkohë që ende nuk ka asnjë të dyshuar për rrëmbimin dhe më pas ekzekutimin e të riut nga Durrësi.